Po nëse tani nuk formohen institucionet, pas tri palë zgjedhjeve, zgjedhjeve lokale, nuk formohen institucionet e Kosovës, unë e bëj ftesë publike, gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, kujdes të kutia e votimit kuj për e dhon votën. Kosova është në rrezik. Kosova, mas tyne zgjedhje, nëse nuk i formon institucionet e veta edhe ecën drejt zhvillimit saj, drejt rrugës tonë europiane, drejt rrugës tonë të NATO-s, Kosova është në rrezik edhe ne të gjithë, kur Kosova është në rrezik, ne të gjithë jemi në rrezik, edhe fëmijët tonë nuk e kanë një tarme të mirë edhe të rehatshme. Aktualisht general, me qënë se diskutuat për politikë dhe krizën që ajo i shkaktoi vendit dhe po i shkakton ende në pritje që të formohen institucionet, duket që partia e parë nuk po dëshiron së paku deri tani të ndaj një platformë kompromisi për temën e presidentit me të tjerët. Dëgja. Së paku deri tash. Dëgja, na jem shtet parlamentar. Po. Shtet Nëse për temën e presidentit general, vendi shkoi në zgjedhje me 7 qershor, në zgjedhje të jashtëzakonshme. Do thoni që njerëzit kanë kujdes nëse përsëri vendi do të shkojë në zgjedhje, po për të njëjtën temë. Pse nuk arritën të zgjedhin një president? Atëherë fajtori kryesor për mendimin tim është partia e parë fituese. Partia e parë e ka përgjegjësinë kryesore që të punoj me partitë politike, po them opozitare, se akoma që kanë vota më pak, që të bisedojnë edhe ai që të ofron një zgjidhje për formimin e institucionit. Cila është zgjidhja? Nuk jemi në komunizëm. Nuk mundet një parti politike me pas gjitha funksionet, tri postet kryesore të shtetit. Qytetarët nuk votuan për atë opsion. Qytetarët nuk votuan për opsionin që një njeri të ketë gjithë pushtetin. Ku vendin qeverinë dhe president? Absolutisht jo. Qytetarët nuk votuan ashtu. Kanë 22 deputet i ka PDK-ja, 18 i ka LDK-ja, 7 i ka AK-ja, dhe me thonë, nuk ja kanë dhonë 100 deputet lëvizjet vendosje. Dhe qytetarët kanë votuar që të ketë një kompromis, tulen tavolin, edhe kryetari i partisë më të madhe, që ka fituar vota më shumëti, ai duhet të afrojë zgjidhje. Ju apo e shihni këtë zgjidhje? Unë deri më tani në bisedat apo në deklarimet publike të kryetarit të lëvizjes vendosje, them me drejtën jo, nuk kam pa që do të ketë ndonjë zgjidhje. Dhe po shkoj vendi prapë në zgjedhje. Po të shkoj vendi prapë në zgjedhje, thash më herët, tu përfshi prej me personalisht e familjen time, duhet mendoj shumë seriozisht se a po e shkatroj vendin që është ndërtuar me gjak, mund, sakrifis, apo duhet të japën një kohje tjetër, një zgjidhje tjetër. Kosova ka njerëz të mirë shumë, ka intelektual të jashtëzakonshëm, ka patriota të jashtëzakonshëm, dhe nuk është vetëm një njeri kur të qoftë ai. Ajo është që vendi ka personalitete. Ka personalitete, jepja dikujna votën, tjetrit provoje dhe ne duhet ta ndryshojmë. Po patën vullnet bëjnë zgjidhje shpejt. Absolutisht po. Absolutisht. Tani duket që s'ka pas. Unë prapë mendoj që ky popull është i mrekullueshëm, çdo herë ka ditë me veprue në momentet kur ka qenë kritik për kombin. Ta ketë instinkti për rrezik, po. Absolutisht, e ka atë instinktin, si po thonë edhe jo, dhe nëse prapë shkojnë zgjedhje, unë mendoj që populli do të reagojë dhe do të jep atë drejtimin e duhur vendit, edhe Kosova do shkojë në drejtimin atë ku ka vendin. Sa vonon Kosova në aspektin e pritjeve kombëtare të sigurisë, të asaj ambicie legjitime, reale që ka Kosova për të bërë pjesë e NATO-s, pjesë e partnerëve, pjesë e programeve që janë kontribut i paqes, jo vetëm në rajon, po gjithë botën. Po e thash më herët, i Bashkimit Evropian, i rahat lëku premtues. E thash më herët, unë jam shumë optimist për 2027 në samitin ku do të bëhet në Tiranë, dhe mirë po, duke pas parasysh, duke llogaritur që ne e kemi një vedije
institucionale që do t'i bëjmë institucionet e Kosovës. Do të kemë president, kryeministër, parlament. Do të kemë gjitha mekanizmat shtetërore që do të ecin, jo do të ecin, po do të vrapojnë drejt një ofanzive diplomatike, politike, të mirën, tërkohen për me arrit atë ku biseduam edhe më herët. Por ne, nëse nuk i formojmë institucionet, atëherë me qëllim jemi duke e penguar Kosovën që të ecë në këto drejtime. Dhe faji i kryesor do të jetë sigurisht që jo imi, jo yti, por i atyne që kanë pas votën dhe mundësinë që të gjejnë zgjidhje për me ecë përpara. Në fundit, general, me qenë se po flasim për krizën dhe rëndësinë që ajo hiqet sa më parë nga tavulinat politike që vendi ti realizoj ato qëllimet më dha shtetënore që i përmenu. Je i gatshëm, po u propozua atjo për president ta ngjitin podiumin e presidentit? Dëgja, unë me një prelime në 98-ës jam përshëndet me gruan time, me djalin edhe me vajzën time, që djali ka pas 5 vjet, vajza ka pas akoma 3 vjet, jo, edhe jam nisë për Kosovë. Me vendos veten time në shërbim të adhevët. Çdo herë, që nga atëherë, e deri sot, gjithmonë jam qenë i gatshëm jo vetëm ta vendos veten në shërbim të adhevët, por edhe nëse është nevojë jetën ta dha për gjeneratat e ardhshme për Republikën e Kosovës. Edhe çdo herë do të jem derisa ta kam frymën e fundit në shërbim të vendit. Çka do që kërkon Republika e Kosovës nga unë, deri sa unë mund të eci, jam fizikisht dhe mentalisht në rregull, atëherë unë jam i gatshëm të dhë kontribut për vendin tim. Përfshirë edhe çdo propozimin për president. Çdo sfidë unë jam i gatshëm që të sfidoj veten, të sfidoj çdo gjë që unë kam para vetes për të mirën e vendit tim.